nuk lexohen me 100 teke rakit, është tekila tu I pi njëna mas tjetrit për qef. Dakor, pra ashtu e nive, pra nuk respektove atë që ishte pika bazë dhe kyçe e lojës, sepse kjo në fund fundit është një lojë. Bën pyetje, je përgjigje, tregoj historinë. Këtë nuk më respektove, mund ta thotë tjetër. Më fal pra ta marroj. Nuk pin tekilën. Kur nuk do të përgjigjesh, pin tekilën, vazhdon pyetja tjetër. Por nga që pam që tekilat theshin pa fund, si mas qefit, ti formati nuk e respektove lojën. Unë morë për sipër, unë morë për Tillë shqerre prite për cil, ndodhi kjo që ndodhi. Edhe kjo është gjëja që po thot ajo dhe po të them dhe unë. Plus ajo që erdhe dhe të them, menoj që je personi më altruist mrena dhe nuk më stonon kur një gjoj, ashtu e nera, ashtu e bona, dash t'ju vi keq. Nuk e prisha këtë lloj reagimi. Po mirë, pra reagimi ka një bazë, nuk është budallik. Unë nuk ka se lloj reagimi. Nga perspektiva jote, nga perspektiva ime ishte ndryshe. Po perspektiva pra... perspektiva ndryshe. Po perspektiva nuk e ke kuptu. Se ta shpjegoj dhe I herë, po se pa te kuptu. E merë, e kthen kur nuk përgjigjesh, jo ta kthesh pa fund e ta shijosh. Ashtu e niva. Boft mirë edhe marrë muhabeti. Marrë filmit, kaq. Atëherë, a të them dhe të tre lafi që nisa me thonë? Jo, thuj. Derin. Jam shumë kurioz t'ju shoh nesër kur t'ju vi radha e para. Sepse nga këtu nuk është ashtu si duket dhe unë e pash me Vanesën edhe me Indrin. Edhe mu më kriju përshtypje që ata po tallaviteshin, po kalojshin një kohë dhe nuk po pyetshin për radhën e gjës, domethënë dhe ishin tupi dhe ishin tu e shiju dhe nuk është fair. Unë, si e pa shumë, në slepeti. E para. E dyta, më besoni për këtë, aty janë minimalisht 50 pyetje. 50 pyetje. Po. Dhe më beso për këtë. Të paktën gjysmën e tyre, unë dhe Visi bashk, I kena lexu dhe I kena hodh dhe mushe. E para. E dyta, atje ku u desh me na lu, sepse ishin pyetje që përmenin partneren, familje, gjona që ti nuk mund t'i kalosh me një ecë, më kupton? Mundet t'i kalosh, po në ashtu po nuk ishte... Ore, në asë është bërë një format e tillë është për të zhbiriluar dhe për të zbërthyer personazhe. Më lejta marrë. E keni shiju në rregullat tuaja. E dyta kjo. Dhe e treta është pak, ndoshta nuk jam më shmenin si arsye, po të paktën për mua, nuk e di për Visin. Unë me ex aty nuk e përballoj. Me Romirin, mos e mendoni që po e marr personale dhe po e merrni personale. Jo, se rrëshqitën disa përgjigje që nuk e prisa në aty, po që s'ka gjë. Ishin, mi thuj, po mi thuj. Ashtu e bona, ashtu e menova dhe asë më shumë bukur asë e menoj fare, unë nëse isha një spektator, do të ju kisha dëgjuar deri në fund, dhe në rast se unë do kisha mundësi si fermer, do ju kisha dëgjuar deri në fund. E vetëm që ishte që duhet përgjigjesh o të pije, jo të pije ndërkohë që përgjigjesh. O Ilir, nuk mund mendoj për ty, ai kur po flet për jetën e vet më burr. Unë po them do të mendoj për mua. Unë po them që ne kena fol për gratë, familjen, Sara, janë njerëz spektaklit, nuk janë njerëz që kanë ardhur nga fushat edhe janë ulur aty për herë të parë dhe po bëjnë këtë gjë. Ashtu ishin pyetjet, nuk I shmangesh se dot. Atëherë një gjë vetëm. Po them dhe këtë, më fal. Jo, s'ka. Po them dhe këtë, ndjen keq, nëse domethënë të dy ju jeni prek nga kjo lloj gjëje. Nuk kemi prekur. Nuk kemi prekur. Nuk kemi prekur. Ta them me shpirt më vjen keq. Ore, nuk kemi prekur fare. Dhe kur e thash që s'ka menu për ju, nuk është se s'menoj për ju. Kupto? Qoftë për ty. Ore, nuk është ajo ide. Qoftë për ty si individ, se për mua keni shumë vlerë të dy. Okej? E pra, kështu filloi fjalin pra, se ashtu siç e fillove, ishte sikur po na mungoi respekt. Ishte forca shumë e madhe si më priti. Ore, po thoja, nëse unë do isha dhe spektator, dhe fermer, do kisha mundësi ti dëgjoja çfarë po thonin këtu, do isha Nina. Po ju mund ta
Po më dëgjon apo s'më Po dëgjon? të dëgjuam Lal. Pra, kjo është ideja, se tani duket sikur nuk po kam respekt për gjëra që po thonin. Unë do isha e para. Unë e di që ti ke respekt për gjëra, do ta kuptoj tipin ty më shumë se çdo njeri tjetër. Ashtu dhe. Po pra, prandaj më prek fjala që thua, unë vetëm ajo që s'po mendoja ishte ti. S'menoja për ty, jo për ty personale. Jo për ty personale, isha përfshirë te pjesa ime. Edhe nuk bukur, pra jam dakord për Në momentin që unë nuk do formatin, kaq po them. Atëherë Blen, Po nuk bjen gongu po s'marrun letrat. Po atëherë çeka kështu, çeka formatin. Shumë bukur pra. Tani do ta kuptojmë edhe ne. Blena zemra, dëgjoj. Robi zjatet. Pra ne po them. Inshallah kam kohë me shlykët pra që po të mboj. Inshallah kam kohë me shlykët që po të mboj. Ore nuk ka gjë për të shlyer këtu se është turp me thënë diçka. Nëse të kam prek ty dhe ty. Jo më jo sinqerisht, nuk është fare kjo. Nuk është fare kjo. Çfarë më thonë? O zemra, po është turp me vërtet tani. Është ideja thjesht. Na vjen Zarfi dhe thot, përgjigju ose pi, ec përpara. Diso unë mendoj që ti ndoshta je personi më altruist këtu mrena. Po pra, 100%. Përgjigja jote që thu ashtu e ndjeva, ashtu e bona dhe s'mbohet vonë ç'a menoni ju. Vetëm këtu preka. Nuk është përgjigje për altruistit. Edhe me muhabet. Sepse nuk e priça këtë lloj përgjigje nga ju. Ne si jena tu thonë asjo, ne jena tu thonë që letra. Po jo. E mirë, se duket sikur e kam unë personale, me që kemi edhe njerëz tjerë që kanë qenë. Ka edhe probleme. Po më çat the unë tash. Mund të kesh mendimin tënd, unë ta respektoj. 11 me 12 vajte Indrin e Vanesën, 12 me 1 vajtëm ne. Jo, Vanesa me Indrin ishte 9 me 10. Ramir, kjo juaja u zgjat për shloj personale dhe se cili mund ta zgjasë përgjigjen edhe për te asaj që ti mendon. Se ajo mund të jetë pyetje shumë personale që ti mund të thosh. Ka drejt Sara, unë dhe Visi kemi se e thamë para se të shkojshim, kena 30 vjetë që njifemi, do më thënë ne, kur fillojmë dhe hapim, do më thënë muhabete, biseda. Dhe inshallah e shijoni dhe ju me shpirt ta them Visi, Indri dhe Vanesa për shumë dhe kanë gjithë shka personale, as kam menu për ju, jo se s'kam menu për ju, se kam desh me ju bo keq. Po ai që kam shiju, sa s'kam menu për ju në kuptimin e mirë të fjalës, merre si dush, ta them me shpirt. Po e kuptova që. Mbase ju të dy do ta zgjasni më shkurt. Po patjetër do ta zgjasim më shkurt. E di që kupto. Domethënë do kisha shumë dëshirë të kuptoj. Është fari jonë që ne do të thënë kujtojmë gjona, ku diun. Se edhe pyetjet ishin tilla. Flite për punën, për kolegët, për profesionin, domethënë ne kena një jetë. Edhe ju keni jetën tuaj, domethënë, që mos ta kishim bërë këtë zgjedhje, unë për shembull isha më kurioz ta bëjsha me Sonin, për shembull. Isha më kurioz. Ju zgjatë edhe juve si ti. Ishte më Po ti se di çfarë pyetjesh janë? Ose di farë më këtë do jemi nesër. Asun. I kena Kjo është e keqja më e madhe që kam marrë për meje. Jo, kjo është më e madhe, s'kam tjetër, s'kam. Nuk po flasim për këto gjëra tani. Nëse. Deri në shpërzit se ishte përgatit shpirtërisht, po. Unë të kuptoj ty, ta kuptoj dhe... Unë e kuptoj tipin tatë më shumë. Më beso dy gjëra. Më beson mua, më shikon në sy. Ore, unë do isha shumë e lumtur në rast se do isha në anë tjetër. Më shikon në sy. Jo, unë po të them më do gale, është të marroj fjalinë apo? Po, absolutisht, deri pjesë. Unë do isha shumë, po, absolutisht, ta them me shpirt. Jemi afër. Por që ne deri nesër ndarë. Shumë bukur. Unë do isha shumë e lumtur në rast se do kisha mundësinë t'ju dëgjoja, okay? Por me që isha në kjo ana tjetër, dhe isha në pritje që të vite radha, dhe po shifja që jo gjithmonë formati që lexuam tek letra, tek Zarfi, por respektoj, thash, okay, nuk po them që gjërat që ju po thonit nuk kishin një rëndësi ose një peshë. Se do isha unë e para, që në rast do ju shija në kamera, do isha e para që do... Shumë bukur, o vishë, kemi regull. Më dëgjoj 3 gjëra. Se mund t'i flisni dhe këtu, gjatë e gjonë, edhe këtu keni kamera. Unë se bërë për kamerën, fola më mirë. Nuk është fakt i kamerave. Mos më tërhoqën vrejtë. Se keni kohë me bë mua për. Na tërhoqën ne, pra, se thritën i lirë, ne tha na anulluan, sepse çuna po ecën më shumë se duhet dhe nuk po respektojnë formatin, kësh. Po mi më se respektojnë. Nuk po respektojnë formatin? Jo. E thanë këtë... Nuk thanë këtë gjë, se nuk duat shpik. Seriozisht nuk... Atëre, ka shumë pyetje, po shumë.
Po pra, si që qunë Indri me Vanesën, Më falë, dhe ka pyetje, më trego momentin kur ti e bo shumë tapë. Dhe unë do të tregoj historisë që e bo shumë tapë. Unë nuk mund t'i bi shkurt në ndërkohë, gati gjysmat e pyetjeve ne i kena kalu kështu. Nuk përgjigjem, mushe. Gati gjysmat e pyetjeve. Sidomos që ishin pyetje për punë. Kush koleg të duket më kot, kush koleg të duket më i mbi vlerësuar, qa ishin pyetje profesionale për kolegët, unë i kam kalu gjitha, nuk përgjigjem dhe e kthejsha. Nuk ishin të njëjtat me Vanesën. Por ama, kishte pyetje që ti duhet ta sqarojsh se për çfarë po flet. Nuk është se thjesht ule dhe i kishit pyetjet aty. I morë ti pyetjet. Ti mendon se nese patën mene që shikose, duhet me hec. Unë kam pi ne kena 30 vjetë në skenë minimumi, se unë kam pi vetëm një kështu. Ritmit skenik? Se po të kisha pi 2, dhe një kështu mu më shkojnë gjysmë ore 45 minuta, maksimum. Ideja është që kur fillojmë në nesër, po ta zgjasim 2 ora, ta tjerë di bjeta bëjnë 2 ora. Po nuk kena vaj 2 orë, më jam i sigur për këtë, me 1.000.000%. Me 1.000.000% jam i sigur që ne nuk e kena kalu 1 orë. Mirë. Ose në është duk ne, kështu? Jo, e mora vesh që se ke problem. Se u pa qartë që se ke problem. As fare, absolutisht, se i kom respektu të gjithë, edhe do t'i respektoj prapë deri në fund, në më thënë edhe atë e Niva dhe e Bona. Ato dy të bëja, thjesht është ideja që ne po ju unë bëj vetëm gjojna që një. Ideja është tashi, më thonë drejtën që kjo gjëja filloi pak vonë dhe nuk ishe shansë që t'u bëjshim 3 grupe. Rasa Agaje kishte stabilizuar, atë kishte vendosur faktin që duhet bëheshin e bënte. Blerin, më shumë se sa nga gjysmore ka shku 45 minuta, do zgjatja jo... Ore, ti e kete kaluar 1 orë gjysmë, po ta them. Jo, mërë të betonë. Mua po ma thua ti. A o formati jot, a o formati tjetër kujtë, është se kemi rregull, po. U bë gati, u lyje, ka... Po nuk është fakti, për aty lajme lyem për ditun, por nuk është ajo gjë, është respekti i gjës. S'ka menu po Indri me Vanesën. Ti shumë mirë, po nuk është se ke menu na herë që të fillosh sot. Po Indri me Vanesën, sa vajtën? 1 orë. Jo, pak, ata më pak. Jo. Shumë rregull. Është probleme jashtë. Po që rregull të shi të kotë? Si kotë? Jo sigur kishit lënë takim me 2. Jena knaq, jena knaq. Jena knaq. Më besoni do knaqeni. Nuk e di, Indri qarë më si. Është me e morë me në një mënyrë ma, si me thënë, me rritë ma... Ajo është lojë. Jena knaq, do të thënë, kena shku... Nuk është muhabet. Kena shku, po jo, po, ishte bukur se të qonte në fëmirit, këthente në adolescencë, pasaj fliqe për këtu, fliqe për fermë, ndilë nga ferma, u bëjshë, ishte fantastikë. Shumë pyetje, jam dakord, po nuk është ndryshë pije ndërkohë që flisje për qefin tatë. Përgjigjeshe ose pije?
Kjo është ide. Edhe kemi pritë këtu të gjysë baronit ju dhe tani në anullu. Jena knaq, si u anullu? U anullua jona. Së zjatë të juve shumë pra. O, fa, nuk e dhja. Pra kjo është ide. Njeriu duhet... Atër, unë nuk e kam ide në orë, se puna juj. Një orë i gjysë Po poja. mua një si kjo më shkon gjysëmore dhe unë kam pi vetëm një kështu. E mirë. Gjysore s'ka Po ta them një orë i gjysë e mëll. No. Maksimumi 45 minuta. Një si kjo, Çfarë? Po ta them mua unë, një pra. si kjo më shkon gjysëmore. Vllai, unë po të them, ne ishim këtu dhe na anulluan lojën sepse i shkuam përtej orës 12. Ato filluan në orën 9 me rregull treshi. Ora 12 ka qenë kur kena fillu ne, sepse unë kam një gjuhë fishek Me zjarë. nesë dhe jeni s'pare, që problemi ka? Ora nuk ka si lloj problemi, po them, Thjesht është është koncepti respekti. që kur bën një lojë, është një lojë. Edhe ne ishim këtu të ju Nuk prit është ju. interpretim personal. Jo, Për Bjerinën ma shumë se ti e Unë më përveç- Jo, Unë përveç faktit që... jam rrahur. Unë përveç Se di faktit pra që... që mund tjetë. se Unë mund përveç... tjetë. Ti mendoj që për mua ajo është një sken? Nuk e di më lal, nuk e di, po mundohem me të kuptu, se di, po Fakti mundohem që me ti e të shumë. mendon më... Po s'po di pra me i dhonë gjëva, pra. Okej. Qatë them, Fakti që po mendon një diçka Po të qatë tillë, them, mua bro? po më... Ti mendoj që seriozisht unë e kam sepse ajo është një spotlight për mua? Nuk e di ku e ke, lale. Okej, jemi në rregull. E ke shpjeguar muhabetin. Se di ku e ke, se kom Po, dhe Ka më vetëm thash për nota Ke pa na herë duke folë me kamerat për dall. presioni i të qenit atë. Presionin se unë di, e kam, pra. presionin unë e kam kur kam një material timin, si podcasti, okay, që dy të menaxhoj unë, edhe është muhabet tjetër. Si Aty e podcasti është edhe ajo. Jo, nuk është podcast fare. E ke gjithë vëmendjen aty, janë njerëzit të pa, është kanali dedikum, ti do më thënë do thush... Më vjen shumë keq do thush gjona- aty persona që kam kaq shumë vlerësim, mendon që unë... Po s'di qa me menu, pra. Shumë bukur. Se s'po punosh me sjaru, se Je s'po përgjigj të gjitha pyetjeve. Ti nuk e mendon që ai është një moment ku ti çdo gjë që duhet thush, Unë mendoj që duhet ta çdo thush. moment brenda në fermë është një moment ku ti mund t'tregosh çdo gjë. Hajde Blerin tash se çdo moment që është të fermë, se ka momente që ne se kemi në fare, se çfarë po bëjmë. Visun edhe sikur më pristin Po burrët. që të them, pra s'di që me thëmë, unë jam gati në të futem. Mund të ta them. Ti dhe sikur t'ishe personi i fundit në rast do të zgjidhe midis meje dhe te, do ishe personi i fundit që do të nominoja. S'di më që me thonë no dhe po nuk po më pëlqen si ti po mendon për mua. Po që ti kujton se mu po pëlqen se si pritët juve. Kaç po them? Ti kujton se mu po më Po pëlqen pra, po ndryshe nga unë që kur nuk po të vej në pjatë për një lloj gjykimi, ti po e bën për mua. Unë po e bëj për ty? Po, se po më thua që unë kërkoj spotlight. Po unë po në rast do kisha dëshirë të kërkoj. Lala, disa larg jena? Jena shumë larg. Jemi, vërtet është. Me këtë lloj bot kuptimi jena shumë larg dhe ke shumë drejt që mos bim dakord të dy me njëri tjetrin dhe ke drejt. Më vjen shumë keq se nuk po kuptohemi dhe do kisha dëshirë të kuptoheshim. Ka gjë, unë s'kuptohem as me gruan time dhe bim dakord që s'bim dakord. Okej. Kjo ishte edhe një nga s'ka, pse duhet më na dakord. Por që në rast se flet për nominime, për spotlight-e, do me thënë që ti nga unë s'ke kuptuar asgjë dhe unë deri tani me ty ti se kuptove. Kam humbur shumë kohë. Unë prap do mundohem me të kuptu deri në fund. Jo sa të morë. Unë të kam kuptuar dhe ky është problemi. S'di, ka që kam kapacitetin pas di. Unë të kam kuptuar dhe më vjen shumë keq që po më kapaciteti im që s'po të kuptoj. Ajo që po thot Visi është që ai është një moment spotlight. Jo se ne e kërkojmë spotlight. Po unë nuk e vlerësoj si ta atill, më kupton? Po më dakord të zgjedhja jote, nuk ka rëndësi zgjedhja jote. Jam një nga ato persona tu brenda që kërkoj një lloj vëmendje kur e kam edhe herë llojsha dot. Nëse do flasim për rregullat e lojës siç i keni kuptuar ju dhe unë bashkë, të cilat unë nuk i ndiqa dot. Gjona të tipit, unë kësaj pyetje nuk e përgjigjem, mushe, ta kthej me eks dhe vazhdo ke pyetja tjetër, unë nuk e bëja dot se bëj dot, më kupton? I ke pi pak nga pak. Kam pi pak nga pak, kam pi edhe ndërkohë që ai përgjigjej, kam pi edhe, domethënë sepse e kisha të mushme, nuk isha nga jamaja, më kupton? Dhe nëse kjo nga ju përkthehet sikur pat qefin tuaj, morët me pi dhe nuk e vrat menen që koha kalon, më vjen keq që keni marrë kështu. Pia, si që di shumë mirë, është e fundit në organigram që është e diskutueshme. Atëherë ta heqim këtë, të mjafton fakti që nga 50 pyetje, mbi 25 pyetje, domethënë nga 20 paktën i kam kalu unë kështu, sepse ishin qa menon për kolegët, po kolegu jot që s'është i preferuar, po kolegu që është futja kot,
po me cilin kolegi e zonë, gjitha këto, unë I kalova se nuk kisha nge, nuk jam unë këtu për të regu se si ka unë mardhën me kolegët, kupton? Gjithë kjo pëlhur, po bëhet sepse u zjat tej shumë. Është vetëmi moment që ne nështë aty njëna pak jashtë ferme, se normalisht do mundona me zgjatë sa më shumë, se jena të bërë rutinë monotone. Se di, ne e shijum, qofse juve ju qofse ju është duk too much, do më thënë. Që duket si kur të shiju një gotë për qef me 1.000. Edhe dënë me zgjatë sa më shumë se këtu jena bërë blodë. Se për ne thotë dhe gruja shpi, pse u vënove, do më thënë, po dhe kot ishe mishë. Ore nuk marojshin pyetjet, më beso për të. Fut dorën edhe nuk marojshin. Jam e para që m'bjen telefoni ktheu në shtëpi, nuk është ky problemi. Është ideja që ju e dinit shumë mirë që kishte dy kolegë të tjerë. E fjallë është e drejtë që unë nesër po shkoj me Blerinën, si mas teje, logikës, se ta mbyllim të muhabet. Qose mu mbjej pytje, ku ko me fol histori 3 orë, unë t'ulem aty e ta diskutoj këtë gjë. Qose gjenë me thonë shumë, kështu e menoj unë. Po sa I drejt pytja tjetër është për tjerët që janë nga mama? Qofse ti menon. Qofse ti menon që të bjen një pytje që ti duhet ta sqarosh 3 orë, unë nuk të gjykoj dot sepse ti e ndjen ta sqarosh 3 orë. As unë edhe s'kam për gjyku. Se ashtu bjen pyetja. Mund mos bjerë pyetje kur, mund të binë gjitha pyetjet ashtu, unë këtë nuk e dim, kupton, nuk mund të të gjykoj të them, o lira, po t'isha unë mas teje. Që që e të bëmë Allah se s'do të presë. Më lini të fundi që e imja t'anullohet, mos t'a bëj. Jo, s'ka... Është edhe I gjë tjetër që të dy kanë drejt, që nofta ne na mësu ma nërshë me kamerat edhe kjo dhe I gjojë nofta ne nuk ne e paq presion sa që jetë. Unë përveç fakti që... Presion nga kamerat, thjesht nga që nuk ta them për në vlerësim.